Ajo është një emër i njohur në industrinë e bukurisë, një prej grimereve më të kërkuara në Kosovë dhe më gjerë. Me një stil të veçantë, për kushtim të rallë dhe sy të mprehtë për estetikën, Fjolla Lalloshi ka ndërtuar një karrierë që flet vetë. Jo vetëm që ka zbukuruar fytyrat e shumë nuseve në ditën e tyre më të rëndësishme, por ka qenë zgjedhja e parë edhe për figura publike dhe ngjarje të mëdha. Sot në këtë mëngjes do të bukur do të flasim me Fjollën për rrugtimin e saj, për sfidat e bukura që sjell kjo punë, për magjinë që ndodh para pasqyrës, por edhe për atë që e bën të veçantë Fjollën si njeri, motër dhe motër e një artiste të madhe, po aq të suksesshme si Edona Lalloshi. E ftoj tani në studio për ta përshëndetur dhe për t'u akomoduar. Fjolla, mirë se më erdhe. Është shumë kënaqësi, po dukesh shumë bukur si çdo herë. Komplimente. Ulu, vendi yt është aty. Është shumë kënaqësi që ta nisim këtë mëngjes së bashku, duke ditur që ke marrë rrugën nga Prishtina, po më thuaj, e te kalove lehtë, kishte rëmuj ose jo? Shumë lehtë, me kam të ajrit. Me kam të mbarë ke nisën, faleminderit. E dashur për shumë gram, nisë mëngjesi duke pirë një kafe. Po, për Fjolla Lalloshin, si është një mëngjes tipik? Si krejt, që shtu edhe me kafe. Edhe ti e nisë me kafe? Me nuse, me ideja të reja, pozitivitet. Kështu e filloj ditën. Është shumë e rëndësishme që nga mëngjesi ta marrësh atë energjinë pozitive dhe pastaj ta reflektosh te klientët. Patjetër, gjithmonë. Po, e dashur, si ka nis pasioni dhe rrugtimi yt për këtë fushë? E dim që shumë dekada je tani në skenë në industrinë e bukurisë. Po bëhen 2 dekada. 2 dekada e disa vite. Ka fillu shumë si e re, shumë e re, filloj si hobi, profesion, pasion, biznes, punë, vroll. Si e vrejte pasionin? Dikush nga familjarët e panë që ti e ke këtë prirje ose? Qysh e vogërën e kum pas to. Veç kum thonë është si krejt qika që janë qika në qef kozmetikë, në gjana, gjithmonë e kum pas. Vrejet nga një moshe e re. Vrejet. Te fëmijët gjithmonë vrejet çdo talent, pak a shumë. Mandena me ko, me vite, e përforcova, fillova, punova me shoqni, me shoqe, mandej kaloj taman punë. Punë, biznes dhe profesion. Bile. Fillimisht ke nisur me dikën tjetër ose ke startuar vetë? Sepse te grimerët zakonisht në bashkëpunime e nisin. Si ka qenë te ti? Kam fillu vetë. Kam fillu pikërisht vetë, kam fillu me sprovu pak vetën, fillimisht, me shoqe, me rreth, mandena jo vetë ku fillu gjithë shka. Do me thonë, prej start, si me produkte, si me klientel, si me reklamim, së është këgja një bagazh i madhë rreth kësaj pune, si me modele, idejat e mija, gjitha i kum kompletu. Edhe pse unë nuk mirëna me flokë, sepse jam make-up artiste, po, kom dërhy gjithmonë edhe në flokë. Je përzia çdo herë? Jo përzi, sepse kom dashtën kur e kom ba një photoshooting ose modelit, ashtu, kom pas shef që me kanë taman gjithçka artistike. Edhe kom bashkëpunu edhe me punëtore që i kom pasën, afër vetës, edhe... Ka pas sfida në fillim të karrierës tënde, si ke te kaluar ato, çfarë ke pas më të vështirë ndoshta për ta te kaluar, ndoshta besimin për ta krijuar te klientët ose? Shumë po, edhe besimi te klient, për me do lemni që thujnë atë na, kështu me punë, normal që klienta ta bën vetë punën, ta bjen. Gjithmonë me përkushtim. Po, përkushtimi edhe kur e kam pa edhe vetë puna që shihet live edhe ajo dokën edhe vështirësi kum pas, pa tjetër, që s'muj me thonë që nuk kum pasën, po kum pas vështirësi, mundim, po dëshire nuk e kum zbej asnjëherë. Vullneti i madhëm ka majtën edhe kum thonë se që tashit diçka më dështon një punë, ka me ba 10 fish ma shumë që me dojë po me te i kalu. Kjo më ka ndihmu shumë edhe kjo çdo trio se që punon, ta du të me pasën, gjithmonë. Dashur, ashtu si që përmenda, jeni familje artistësh, dhe me thënë, vetë fakti mbiemri Lalloshi asoson me njerë në Edona Lalloshi, dhe me thënë jeni motra e Edonës. Të kanë ndihmuar Edona dhe familjarët e tjerë pastaj në rrugtimin tënd, në fillimin e karrierës tënde, të kanë ndihmuar për të depërtuar në një farë forme më lehtë deri tek gjithë artistët edhe gjithë qytetarët e Kosovës, por edhe gjithë shqiptarët, sepse Edona jo vetëm në Kosovë ka emër.
Po, pa tjetër. Po, kom cek edhe ma herët emri e donës fillimet e mija që kom fillu më kanë dimu shumë, por artin e kom ba vetë, punës si kom nejtë gati vetë, edhe ne jemi familje që kjo puna lidhër, zingjirore. Qatë shumë i kemi nejtë edhe na e donës gati, kemi qenë mrapa, prapa skenës. Sa mirë. Gjithmonë, po emri e donës gjithmonë. Edhe sot, figura e sajna është prezente. Edhe pse tani edhe më e zënë, duke ditur që ju është kyqur edhe politikës, apo keni kohë të shiheni tani? Ma rallë, edhe pse s'po du shumë ngarku, me pyetje absolutikisht jo, se di që çdo puni ka ngarkesat e veta, mundohem, kur takohem me donën që me kalu krejt diçka tim tjetër. Mos mu përmend angazhim i fundit. Sepse edhe unë, kur të gjej një kohë hapësirë për vetën tem, kam qef mos me folë shumë për qitë punë, kam qef për diçka ki tjetër. Sigurisht. Dhe kjo harmoni shihet mes juve 4 motrave, të cilat jeni vazhdimisht bashkë, ashtu sa mundemi me vrejt edhe në rrjetet sociale, ju lidh puna, biznesi, i cili si përqëndrim kryesor, si kur janë dasma, dhe në dasëm sigurisht që këndon e dona, ndërsa ju jeni grimere, motra tjetër gjithashtu ju shoqëron juve në salon, dhe motrat Lalloshi janë të njohura në një farë forme, dhe keni tani më emër dhe brand jeni pa diskutim. Po më thuaj, sa ka ndryshuar Fjolla stili jot i grimit ndër vite? Përcjell trendet vazhdimisht dhe të ka ndihmuar kjo që të jeni më aktive dhe të krijoni emër? Po, ka ndryshu. Në shoh dhe ndër vite punës se bëjnë ndryshime. Se cilën herë qëtë diçka ma trejnë trek, kry trajnime nuk ndale mas njëherë. Do të me ecë me kohën, gjithë shka dele re, gjithë punës do shminajt gati. Trendet të ndryshojnë, gjithë vetë, gjithë 2 vjetë, gjithë 10 vite këthehet prapë, që shto qarkullojnë. Kështë që unë e frej edhe vetë ndryshimin e vrej. Për në qatë kohë më ka dokën shumë bukur, dhe sot më dokët bukur. Po tash është ndryshe, pas një kohë ka më dokë pak që kjo kohë që është ndryshe. Unë e punë edhe me vetulla, me qërpek. Do më thonë, përveç make-up artiste që jam edhe permanent make-upin që e bëj. Do më thonë, vetullave, lajnerën e syve, të buzve, baby glow. Bile, me sa edhi jeni një ndër parat në Kosovë që keni filluar me këto metoda. Edhe pse pikrisht jam të ju sot këto, mësafire, knatësia jam sepse më lidh pak me shqiptarët e Maqedonisë, se kam një farë lidh shmërije sepse kam trajnime që kam përfundu këto. Sa mirë. Edhe si janë mirë pritur pastaj, mendoj, jeni ndaje kënaqur nga ato trajnime që ke pas me ato kliente? Po, përveç që kliente kam shumë të shqiptarëve të Maqedonisë, edhe kemi bashkëpunim. Si kolege për rreth që jemi, ose diçka që ana duhet gjithmonë jemi në kontakt. Në atyre nëse duhet të onë, ose mu diçka të ato gjithmonë jemi në bashkëpunim, bere ose qysh për bajmë, ose qka po del diçka në treg e re, qka mundu me funksionu, gjithmonë jemi bashkëpunim dhe unë jam gjithmonë në dispozicion për bashkëpunim. Sa ka luajtur rol pastaj edhe dashuria për detajin, sepse është shumë e rëndësishme kur shet detajet një grimere? Po, gjithmonë. Detajet me bëjnë ndryshimin, çdo detaj, edhe në stel, edhe në dukje, edhe në grim, edhe në flok, modelet që ka vënën, aksesorët që ka i vënën, këto janë detaje që nështë adikuna nuk i binë shumë sy, po lujnë shumë rol të madhë. Por një grimere që ka sy arti, po besoj. Gjithmonë, e bëjnë diferencën. Çdo detaj i vogël, për ata du të me pasën shumë sy artiste edhe profesionist kur të bëjnë një punë të tillë. Po, le të flasim pak edhe për trendet e reja të kësaj sezoneve, të nuseve që pritën të bëhen nuse në këtë verë dhe shpresoj që ti agjendën e ke të stërngarkuar me shumë kliente edhe këtë verë si çdo herë tjetër. Si duhet të duket një nuse e verës 2025 me këshilla çdo herë nga Fjolla Lalloshi? Vetë fjala nuse reflekton bukuri, bardhësi dhe shumë e thjeshtë, zgjedhet grimerja, profesionisti çfarë të dëshiron, ja lënë në dorë pa stres, pa ngarkesa, edhe ka mu kompletu pa tjetër që ka mu dogë bukur. Për i durve të mija gjithmonë duken bukur. E dashur, sa e ke të vështirë pastaj edhe kur të përzihen klientet? E dua kështu, e dua ashtu. Ke bashkëpunim ti me to dhe i tregon se vërtet ty të shkon kjo dhe nuk të shkon kjo? Po.
Jam gjithmonë në konsultim, non-stop. Deri sa të filloj punën. Kur filloj punën, s'kam qef heq me folë. Dhe në fund rezultatit të shije. Koncentrona qatë shumë në ftyrë edhe në detaje, në ngjyra që nuk du me më qitë jashtë sistemit. Po para prakesh konsultimin absolutikisht që e bëj, i ndëgjoj, normal që ajo është e dy anshme, ajo karë për qefin e vetë dhe ka mu dokën qysh dëna ja muni mas mirëti. Kështu që përgjithësi do në shumë të knaqëte. Sigurisht duke ditur që është dita me veçantë e jetës së saj dhe përgjithësia është njëkohësisht edhe të ti që të del e kënaqur dhe me buzëqeshje në fund të ditës, kuptohet. Nëse do kishe 5 minuta për të përgatitur një nuse për ditën e dasmës, cilat ishin produktet e para që do filloje ta bëje dhe finalizimi i atij 5 minutëshi? 5 minuta? Vetëm 5 minuta. Kishe mundur të arritësh diçka? Po. Me 5 minuta? Po. Nuk me thonë që me hita ma kështu detaje kontura, ose që se të me pa ko, sepse një ngrim profesional nuk mund të mu ba për 5 minuta. Pa dyshim. Kuptohet. Po, diçka ja kësha dalë. Kështu që nuk tham asnjëherë jo. Edhe me 5 minuta kishe mbaruar punë. Jo, nëse i sharë mundësia që s'kishe pas share, ka ba zgjidhje tjetër, atëre po. Cilat janë produktet që asnjëherë nuk mund është të mos funksionosh pa to? Brushat. Brushat profesionale, normal. Fillimet e mia të karrierës kom fillu edhe me gishta kom ly. Po shumë është interesant, sepse i bëm bulushmërit. Po normal që thej nuk i me bajtën, kur punon me gishta, po me koma ndej fillan edhe tashit nuk moj pa brusha. Dhe bëton një mësu. I kam pjesë të dorës çdo ditë. Zakonisht, sa kohë zgjat një grim profesional, Fjolla, dhe është e njëjtë me një nuse dhe me një tjetër kliente që ndoshta është mysafire në ndonjë dasëm apo çfarë do ahengu? Po, Aida, patjetër, grimet dallojnë. Do të thonë ki grim teatrit, të televizionit, nuset për ndeja, të fotografisë, shumë dallojnë, çdo ngjyrë, çdo dritë, çdo detaj dallon në grim. Për një grim profesional, ta shpecifikum nëse është nusa, 1 orë maksimumi. Me thënë nuk zgjat më shumë. Jo. Dhe sigurisht që me termine je sakta, po? Nuk lejon që të vonohet klienti dhe të qëndroj 3-4 orë. Jo, interesante. Sepse tek shumë grimere kjo ndodh, për fat të keq. Po flasë për Maqedoni, për Kosovë nuk e di, po për Maqedoni, dhe me thënë nëse shkon të një grimere, më vjen keq që e them, por duhet t'i rezervosh 3 orë nga dita për ta përmbyllat make-upin dhe flokët. E kuptoj se vera është edhe në mbi kërkesë, mirë po ti mundesh vetë me menaxhu. Nuk i nevojë me shti edhe shumë. Sa të mundesh me arrit, me adalen, sepse verës sa do që thiren ti mundesh mi shti, se është verë. Dhe është normal që është e kuptueshme që është ngarkesë. Unë nuk punoj në tension të madh, punoj mirë me cilësi, shumë ma herët i caktojnë terminet, e rezervojnë, edhe kur e shoh që është mbyll numri, me aq e mbyll edhe nuk është diçka sepse edhe vetë nuk mundesh mu koncentru. Është lodhja, është vera, është ngarkesa, edhe unë du në punë mu koncentru. Sikur nuk jep kohën e dur, ndoshta pastaj asaj kliente. Është mirë me pas një etikë profesionale në punë. Që edhe klientja mos mu mërzit, se është këgja mërzije madhe me pritën 4-5 orë. Është mërzije, unë për vetë isha mërzit, është diçka që po, zakonisht unë e një kliente, nëse bat gati flokë edhe grim, komplet maksimum i zgjatë 2 orë e gjysë. Pe kohës që e ka caktu, deri në kohën që ka me përfundu. Edhe në atë kohë që e cakton terminin ka me hy, dhe në atë kohë që i thëmë ka me dalë. Është shumë e rëndësishme. E dashur më thuaj se për çfarë më shumë identifikohet Fjolla Lalloshi, për nuse, për grim natyral, për vetulla, sepse përmende që edhe vetulla bën. Qitash për krejt, interesant. Grimin e kom, si që thujnë, 5 gishta fëmija nuk ndohet. S'moj me ndo grimin, s'moj me ndo vetullën, qërfikon, krejt i bëj me shumë pasjan. Po kone e fundit e kom shumë në Evropë që po punoj dhe në vend të jam më shumë e angazhume me vetulla. Do me thonë në formë të fjevë, se këtë pun e bëjt tash e 15 vite. Kom fillu në dira ndër të parat, shumë herët, filluan dhe mbajta edhe trajnime, e du këtë pun shumë.
përveç grimit që e bëj, në kohën e sezonës, një paraditë që ne kam të grimi, mazditja la vetullave. Me vetulla, sigurisht edhe me shumë nga ato që vinë edhe nga shtetet e huaja në Kosovë gjatë verës. Normal, diasporën e kemi. Edhe pse unë e di që ke pas trajnime edhe jashtë Kosovës, apo? Po, kom pas trajnime, kom punu edhe me vetulla, vazhdoj prapë. Jam në vendet të ndryshme. Ja ofroj, sepse tash është bërë një trek shumë i madhe dhe për këto gjana, është bërë një trek shumë i madhe, jo shumë profesionalizëm. Kjo punat e permanent make-up është pak e ndërlikume dhe e ndishme, sepse nuk heket. Është diçka që qëndrën, është permanent, dhe për ata thash jo profesionalizëm për shkak se më pengon edhe mu në punë. Edhe nëse punohet profesional, kjo është një metodë shumë e mirë. Po nuk punu profesional është metodë që vetë klientja maltretohet. Po edhe ty pastaj të shkakton probleme. Po shumë. Në kohën kur edhe vendos me Shumica nuk i marrë korrigjimet, kështu se është pak problematike se gjithmonë i jetë fundit kush e ka punu. Edhe është pak problem disa të korrigjohet, do të mu hek me laser, do të mu pastru, është pak kohë e gjatë edhe e mundimshme, edhe kushton edhe nuk ja vlen. E ke metodën e bën edhe laserin për ta hequr ose? Po. Kreti ka metoda që i punoj, nuk i praktikoj shumë, sepse ajo është e fundit që nuk i zgjidhje tjetër, është e fundit. Unë e kom cek edhe ma herët, as mbjellja e vetullave nuk është e mirë, që mbjellet me kirurgji, dhe më thonë hekën nga flokët, vënohet në vetull, sepse nuk do këtë si vetull. Metoda ma e mirë është kjo metoda me fije permanent që e punoj. Tash që është në kohën e fundit. Po dhe kjo metodë kur punohet profesional është shumë metodë e mirë. Sa zgjat, për afërsisht? Komplet, do më thonë, vënohet para prakisht një lloj anestezioni, kreme që do të mund bajtën, komplet klienta dhe fillimi deri në fund procedura gjatë 1 orë e gjysmë. Po pastaj sa qëndrueshmëri ka, sa qëndron? 2 deri në 3 vite po. 2-3 vite? Varet për tipit lëkurës. Po në qoftë se është lëkura pak më e thatë, qëndron më gjatë. Nëse është më e ndryshme, patjetër që pigmenti largohet pak më herët. Po unë i përdori pigmentet që janë shumë profesionale, nuk e ndrojnë ngjyrën, ma vonë që dokën ose të kuqe, ose të gjelbërta, ose të kaltërta. Qatë një ngjyrë që vendoset, kombinimi që bëhet, sepse kjo është shumë e ndërlikuar, është një kombinim shumë i thellë që bëhet, se bënohet lëkurë dhe lëkura e pranon qatë ngjyrë edhe ma vonë e ndryshon. E ti dush mja përshtat, do me thonë, tenit, ngjyrës syve, ngjyrës flokëve, me 4-5 ngjyra punohet. Do me thonë, keti lloj-llojshmëri të ngjyrave që mundosh ta përshtatësh në bazë të flokut dhe tenit të klientës. Nartë gjithmonë janë, nëse se ki synin artistit, gjithmonë e shevesh një ngjyrë të kaltërt, një ngjyrë vjollce dhe një të kuqe. Po në fakt, për një 500 ngjyra janë. Ka shumë nuanca të kaltërt ose të kuqe. Shumë një nuanca dhe profesionalisht është kur të bën kombinimin dhe arrin qatë të ngjyra adekuate që i shkan tenit të lëkurës. Edhe sa ndahen të kënaqura pastaj klientet? Qysh me thonë shumë. Ato reagimet wow, para pasqyrës. Shumë, sama ida që kanë ndodhur që edhe kanë kajtën. Dhe ato emocione... Ku ka më mirë për ty? Nuk ka kënaqësimat, nuk është ndjenjë që paguhet. Definitivisht. Dhe në fondën në kom këshyr asë sa ka ardhën finalja, sa është paguasa. Ajo emocion për mua aqë më ka vlet në ditën që ma ka ndreqë edhe ka që më ka vazhdu tutje dhe 10 vite tjera. Definitivisht. E dashur, një mesazh për fund për gjitha nuset, ashtu si që përmendëm edhe pak më herët, të gjitha ato që duhet të bëhen nuse këtë verë, cilat janë ato niansat që do i këshilloj dhe si duhet të duken këtë verë, flokët, grimi dhe kështu me radhë. Ajo është në basë kërkesës çfarë vetë mas pari, dëshira aty në është, mirë po prej anës tem që anë e moj këshillu mas pari të jenë të disponueshme, sepse është ditë atyre më e veçantë dhe janë të veçanta, do me thonë mbretëreshat e asaj nate, pse qysh duhet mu doken. Si vjetë është pak ma klasikja, kuptohet, teni lëkurës është pak ma i shkëlqyshëm. Jo shumë i thotë, po menoj jo highlight, jo highlight shumë, po i shkëlqyshëm. Do me thonë që janë do produkte që përdorën para prakisht primer, korektor, sherka, këtu përzihen do me thonë, gjitha me pudër me këtë, po që janë nuancë dhe shkëlqyshme. Jo shumë të egzagerume, do me thonë ngjyrat e syve, ngjyra e buzëve mund më qenë me efeksume. Për si vjetë është ma trend ngjyra e kuqe. E kuqe? Vjetë ka qenë bordo,
edhe ka stili veshjes, ose se unë po flasë për ndaja, për fustana, për këto, si vjetë është taman e kuqja me, në banë dezne. E preferuara imja. A po? Mirë që në kemi si vjetë. Si vjetë e kemi, po. E dashur, unë të falemnderoj jashtëzakonisht shumë që u bëre pjesë e emisionit Ritmi i Ditës, ishte shumë kënaqësi që të ndajmë këtë mëngjes së bashku me një energji kaq të mirë që na erdhe nga Kosova. Unë të uroj shumë suksese dhe pse jo të na vish edhe në Shkup, sepse kemi nevojë për një fjolla lalloshi. E ke menduar? Po patjetër, më këtu më keni dispozicion gjithmonë. Shumë faleminderit. Aida dhe juve, ishte kënaqësi. Kënaqësia e dyanshme. Faleminderit.